Shikues të nderuar, përshëndetje. Përshëndetje nga Oda Televizionit 2 TV Media me emisionin ton Vlerat e Folklorit. Vlerat e Folklorit me këtë emën janë titulluar ky emision dikun nga 2010. Edhe për kuriozitet, musafirët për shifni, i kem, s'po thëmë me zërë, po me qef. Mirë po na imin më zi që kumë po razime ardhë, edhe drejtorin e televizionit darës ma sune po në razime ardhë, sepse do t'ja kushtojmë këtyne mediumeve cilat kanë kontribu jashtëzakonisht çështjen e folklorit dhe traditës tonë kombëtare. Për atë arsye, njerëz në YouTube i kanë po emisionet që nga fillimi me televizionin Festina dhe kemi vazhdu me televizionin Darsma. Kemi gjurmu në trojet e Kosovës edhe jashtë Kosovës, edhe në Macedoni, edhe në Shqipni, edhe në këtë presheve me dvegje, producent i televizionit Festina ka qenë njeriu sot që kam musafir këtu dhe kam respekt shumë që na ka përkra neve, po edhe ka dosht emisionin jo vetëm në mas lufte, por Naimi dhe familja Berisha, Besniku edhe Sadiku, tre vllazën kanë punue edhe në vitet 90 me këtë lami. Naim, mirë se erdhe, Naim Berisha. Mirë se gjej. Faleminderit shumë. Edhe dy bylbyla, po sa fillum me kongën e tyne, janë nga Ferizaj, Ari, Gashi, edhe Diamant Gashi. Dy vllazni, mirë se erdhë në emisionin tonë. Mirë se gjetëm. A është hera parë në televizion që po dilni? Për hera parë. Hera parë. Apo Diamant? Po. E mon e menë pro, me Agent Gjemail edhe me Agent Naim, keni dalë në televizion në emision tonë për herë të parë. Hajde të regon, a i një binet që a i një... Ja, sina binet. Ja, binet sina. Cëllë e një maj madhë? Unë. Maj madhë? Po. E Diamant ti? Një maj vogël. Maj vogël, a pithu bacë këtina? Ja, me mërë. Zebre. Hajde të regona pak cëllën klasë jeni të shkollë. Unë jam klasën e 6. Ti Diamant? Një tretën. Tretën? Bravo, që shi keni sukseset? Mirë me 5. A një vete a petëni, që tash po fillojmë me Naimin. Naim, më kujtohet marsi i vitit 2010, kur kemi kontaktu dhe kemi bisedu, edhe ja kemi fillu, po para se me fillu me emisionin tona, të regona pak në vitet 90, produkcioni juj ka kontribu në këtë lami, në kohën e okupimit, sidomos, për ruajtjen e inqizimit e kongve dhe kongtarve ndryshme, për ruajtjen e folklorit dhe traditës. Kur ja fillut? Po, kështu, si produksion muzikore, kemi fillu bikon në vitin 92. 92-ën, dhe më thonën... Para 33 vjetë. Para 33 vjetë. 3 vjetë, qashtë. Edhe kemi fillu me shumë pak aparaturë. Dhe më thonën tani si produksionin Festina, më thonën. Edhe kemi vazhdu, jemi rritë, dhe më thonën dikon ka mesi viteve 90-ta, kemi qenë nështë edhe një për produksione më të sukseshme, dhe më thonën në Kosovë. Kemi punu me këngëtarë ndryshëm, kemi distribu programet ndryshme, dhe më thonën të njës prej për futbollore se folklore gjitha, dhe më thonën. Keni po organizime për vitrije, për ato... Po, organizime, gjenimet vitit 3, dhe më thonën gjitha, shka i përket një produksioni audio-video. Keni pas edhe në produksion të juve, jo vetëm konga, po edhe humori, më duke të... Po, edhe humori, normal, dhe më thonën ku ka qenë konga dhe humori. Drejtë më thonën, në atë kohë, konën e vetë një drejtare, kështu, edhe... U arktu popli. Arktimit edhe ato pak që janë konë, dhe më thonën. Qashtë. Paka shumë jemi munua. Po munges me djumeve? Munges me djumeve, po. Dhe mund, sa do pak me
Mjerë këtu njerës. Këtu njerës zakonisht programet e vizitarie në konë atë kohë, dhe më thonën. Mjerë këtu edhe më urujt kjo. Edhe më rujt, normal. Normal, më urujt se nuk ka qenë vetëm markektimi, po edhe kanë jetu ato gjirimet jujat. Dal nga dal, vim mas lufte për shembull me hapjen e. Na, realisht me produksion kemi vazhduar mas luftës, domethënë te një kohë, mirë po me hapëm radion si fillim me 21 shtator 99. 99. Domethënë është konën një pej është ndoshta radio para private në Kosovë. Ua. Domethënë më njëherë domethënë është dikon 2 muaj, 3 muaj mas luftës. Mas luftës. Radio Festina. Dal nga dal të njerë deri te. Dal nga dal erdhe një vetë pas edhe televizionin, domethënë edhe vazhdum tani, domethënë. Edhe kontaktum me tyje edhe me Isakin të Ndjerin. Ndjerin, po. A me di, kur se harraj. Edhe unë të trokita ndert juve në atë kuptimin me bashkëpunu, edhe gjetëm një gjuhë për bashkë me një herë, nuk e këna këshyrë interesin as nga una juj, as nga una ime, po këna këshyrë me bo dishka. Tregona paka shumë, sepse nuk ka qenë letë me i përtheku i vetëmi medium, keni qenë ju, me këto emisione që kena gjërmun në për UDA në teren, nështë ka pas tjera televizione në studio që kanë bo emisione. Po spori kështë adesh me cikë që o konë dhe emisioni por folklorik mas luftës, në më thonë. Veden, në më thonë, është so e dijone tek masanej, në më thonë, ka njësë dhe tjera televizione. Kur më propozove te, në më thonë, një farë mirë po, pa heziteme, dhe më thonë, se faktikisht gjithmonë e kom dosh, edhe e kom dosh folklorin shtë si zhonër. Mirë po pas një tru heziteme, kom pranu bashkë me Isakin. Bashkë me Isakin. Njërin. Bile edhe ka qenë një shtetë, shumë i malë, edhe marakli i folklor. Shumë. E kemi pas një parë, një kombinim 3 maraklit folklore, dhe vëden me ty bashka. Shumë me vërtet. Dhe mund të këna këshyrë tjera të punë, me qitë interesin. Mas pore nuk është bon bozat interesit, që është shumë me rëndësi, është bon boz dashnis ndaj folklorit. Shumë me vërtet. Dhe më thonë, se bile thashën kemi qenë goti emisioni por folklorika, edhe sidomos i natyreve në periuda. Që soja, që s'ka pas interes edhe si kanë bon tjerë. Ne kemi bon film për... Cilin emision me da mu mëllimin, me da emisionet me thonë tash për shemull... Po i vëlloj... Së thëmë ma i ranseshë. është... Për me është që problem. Në të edeni kemi realizu dikon, me siguri, 104-50 emisionin. Shumë e vërtet. Po, si cila ka posë atë veqërinë e vetë. Mas shumë të që mëjmë i përmen, janë që atu që i kanë mbet, dhe më thonë që njerës nuk janë mo. Nuk janë, shumë e vërtet. Dhe më thonë, për shumë të i bish Brujen, Tajer Drenisa. I vësën për shumë Isla Pshevan. Isa, Alijen. Shumë të senë. Shumë, dhe më thonë. Shumë, dhe më thonë, në kemi... që ajo ma dhonke edhe na i dhonke, po thamë, këtë knaqësinë, për shembull që kemi mujtë me realizu, se për shembull tash edhe me dersu në realizan më ato, vëden, ajo na i dhonke atë farë knaqësinë, domethënë ma jep atë knaqësi shpirtërore, kështu. Shumë vërtet. Domethënë të shumë vërtet. Kemi bashkëpunuar shumë te unë përshikues po të pyeti se se den po mirë po a ke pas në herë ndonjë mesazh, atër s'ka pas Facebook. Po në mesazh telefon me thonë na lot me këtë emision, a ke pas në mesazh? Po tash ka pas shumë mesazhe domethënë të mira. Vëden, domethënë mirë, po ka pas edhe asene bile edhe thirrje kanë herë, vëden pe veçaj një është po thirr një vojzë e re, domethënë edhe
po më thotë Allah ila ka mundësi me nol, dhe thotë se na tranoj baba. Apo dhe janë të elshu zonin. A baba të janë që zonin. Po dhe, për mesazhet mira ka pas plot, domethënë. A man men, atë kujtohet, i shumë në gjerim të Bajram Boja i ndjeri, që edhe ajno konë këtë botë, që ashtu. Edhe ma të regove një mesazh në telefon, një Gen Sumarina, një dërë, kish pas shkrue, kërë pa të mbo një emision të Selajtin Berisha në Kamenic. Edhe baba i dëshmorit Nohi Berishës, i Gjarez, Rametlia, pa të full. Edhe të pat të kish pas shkrua i Gens Marina dërë, i kajt ka qenë nuk e di, i Prizrenit nuk e di. Dhe të kësi emisione dhe kësi njerëz në vynë me ditë dhe me folë. Tu, jemi në atë pjesën me juve. Mirë po, unë i kam jo kujtime, po e kam një qazim dodën, jeton në Amerikë, Kamenicës, a im ka kërku emisione se e ka një televizion në Amerikë, televizion, mi ka lyp emisionet edhe me juve, me i transmitu në Amerikë, po edhe me dasma DTV-n, a ka mundësi, për shembull të emisionin e Kamenicës, masanej me DTV-n, kër e kumë bonë sëpat, kjo tezja luftës një emision, a ka mundësi me i transmitu në Amerikë. Njën kumanu, kër e kumë bonë, për një fjalim kanal njoni, një polis në Ferizaj, kur nuk e harrojmë kanal, tha, kom kajt, kur e këna bo një emision për një dëshmor në Zerdemirin, kur e kanë thirë në vetë prej luftës, mi lajmru që i ka vdek, aja s'ka bo, kuku, tha, po ka thonë, a ka vy djali jam sa o konë gjallë. A man men, kur e bonëm një emision në uqe, Tistogut, kura i pranon Riodës që i kish maru odën vetë me brisk lamperien, tha baba jemi ka maru, tha lamp pi drunit. Tëre në vetëm, cili drun, tha drun thone. Edhe i ka thonë mjeku, baj, derin vdekje baj këta dhamë. Ka posën, po pikresh që kjo konën nasia e këtyre emisione, po vetëm në monën ne kemi shku në ven, vetëm në monën kemi shku në udhatyne. Udhatyne. Edhe tash, ndërri të më thonën, gjithmonë jemi mirë prit, gjdo kohën. Unë të tash edhe ma herët, nëse ki ndoni me vequ ndoni emision, diçka për shtypjet. Po, paka shumë e cekum që kemi mojtë, dhe më thonë, tana vizet e Kosovës. Kosovës, qashtë. Dhe më thonën, Svedina është me vequ, për shambull emisionin e Bishbrojës, për thonë. Edhe, sidomos ajo pjesa kur insistuve gjithë shqysh me kënu Selman Kadrien. Selman Kadrien. Është do më thonë është po me të njerin, që të thëj kësë moj, për e së moj, ja është njëne me kënu, ja. Do më thonë është adi pak që Unë edhe një emision po e veqoj, po kërkoj fali për gjitha emisionëve që kemi bo, një emision për vitin e ri që i kanë qenë aty të Edrenica, Ali Krasni, që i bish kjo Dërmishka Dishoni, i Slapqeve, shumë këngëtarë aty, ka qenë shumë madhështora emision. Edhe me DTV-n të njëjtin me Ramizin kur kemi bisedue, as pak nuk e kemi këshyri interesin apo materialisht, po edhe Ramizi si produksion, edhe si televizion, edhe si një iri, e ka dasht në kushte, s'po thëmë të fështira, po qysh këna mujt, jena bon në atë kuptimin të dëtë bashk, edhe ekipin e televizionit, edhe i kemi gjërmue, edhe i kemi kërkue gjitha truje, thash edhe një herë. Me TV Darsmen, në mërana Kosovës, gjitha viset, jashtë Kosovën, Kumanov, në Tetov, në Sopot, të Tërpuja, edhe kemi edhon një kontribut si televizion. Dasma TV ka dhon një kontribut të jashtë zakon, shumë bile, edhe si emën i televizionit Dasma TV, dëmon, atë traditën e Dasmave të gjithë shkafit, edhe unë i falenderoj gjitha
të gjithë kamermonat, edhe ata që nuk janë sot në DTV, po edhe ata që janë me durimin e tyne, me angazhimin e tyne, nuk janë kursye asë njëherë për me realizu emisionet. Edhe tash, i vonën 2 vite rrafsh, që jemi në odën e televizionit DTV. Këto janë madhështore, por një medium pa lloj interesi edhe pa një lloj hamendje me akushtue emisionit edhe vlerat e folklorit me i transmitue jo vetëm në Kosovë, po me i transmitu edhe jashtë Kosovës, në gurbet, shka që shumë njerëz më kanë thonë kër e kanë po venin e vetë me kamerat incizum, gjirum, në ka morë molli lemo, biseda e konga, po në ka morë molli edhe për vend lindje me po, edhe falimderit shumë që mes televizionit darsma po e shohmi edhe fshatin tonë, edhe venin tonë ku kemi lind, edhe jemi rriten. Munges Ramizit, unë i thash këto, sa do pak fjallë. Mirë po, shka është ma karakteristike, që me rapsadet që e cekin a imi që sot nuk janë, na i kemi dikun ka 10-12 emisione me Ali Krasniqin, me Tajr Drenicën, me ato, me këta të mon, ata jetojnë me veprat e ty në medium të Dasma TV-s. Tash, veç pak bised për javlom 2 bilbylave. Kush ju frymzoj me knue, ka ju lindi ideja, ka u frymzut me knue. Bobi her pasire ka thirë shuk të luftës, që u konë lufti, ka thirë e kanë botë të bim, kanë knu me shahira në shpetë, dhe na duke i shikuar, ata duke i dëgjuar, e morëm frymzimin dhe tash ti po vazhdojnë. Po, a? Apo ju përkra familja, po? Po. Apo me një pjesë më nej ensemble? Po, morëm pjesë të ensembli Kastriatës. Kastriat Ferizajt. Ani shumë mirë. Tash cilat kongë dhe të na i kënoni? Për Zokut kam e qifteli, konga parë. Zokut kam e qifteli? Po. Edhe? S'kam kujtu e kur për jetë. Edhe Jakub Ferin. Edhe Jakub Ferin. Na, po ju lom juve dëve vetë, edhe me na imin, për ju lirojnë a venin, ju me na i kënu që ato kongë për publikun. Ju falenderojmë shumë te i mose. Edhe na juve që na keni ftu. Bravo. Urriqit maj, e po që shëndet, e po që suksese, inshallah. Faleminderit. Koni donë me përshëndet mes televizion, mes kamerave? E përshëndesim arsin profesorin tënë. Familjen e ju sefte. Familjen tënë. Tani profesorin tënë i beshetimi. Ani bravo. Edhe ti? E vona njëjtë. Qashtë njëjtë. Bravo. Bravo. Pra shikus të ndërum, për javlom radhen 2 bilbylave me kongë të tyne cilat i kanë përzjedhë sot për juve. Faleminderit shumë edhe njëre që ishit musafir në televizionin tonë. Faleminderit edhe për flasën. Faleminderit. Oh
me drenitën, nuk largohem nga këto votra, me bukën misër jem rrinë sofra, o në këtë vend nga ka lindo i pori, o nuk ishte shko, o as shko barbori. Kam kujtu e kur për jetë, se do t'vjen kjo dit, me ja kthy shpinën familjes me, po lam tu mirë, me ja kthy shpinën familjes me, po lam tu mirë. Kam kujtu që me qere pranvera, tuj ponune dhe na tjera, do ka dhëna i lam të mjera, bo jetë zeza. Ku në jetë nuk më gëzove vetë me hidhërim, si nuk po të pak më shirë për mua jeti, si nuk po të pak më shirë për mua jeti. Kam kujtu që me qelë pranvera, tuj ponune dhe na tjera, do ka dhëna i lam të mjera, po jetë zeza. Qështa e gjokuj ku që bardh nga beteja s'kella berin, të humës për mes vjeshkës po i bie filli, vetëm pa luftarin. Si dori u lash legjenda, shaj po vjen me vrap drejt progut, suj vorat e valbonës nuk ja lajnë rëke, dhe
gjakun. Ja ku ferri marë ku jetë rasin e malet me piska potri dhe t'krena i ke prej me shtate plak porin e kam. Ja ku ferri marë ku jetë rasin e malet me piska potri dhe t'krena i ke prej me shtate plak porin e kam. Si dori unë shtek të borit shkum nga goja i ngëllima, mbeti trimin e fut me donit, gjakun e ti e pin lëndina. Ja ku ferri marë ku jetë rasin e malet me piska potri dhe t'krena i kem prej me shtate plak porin e kam. Ja ku ferri marë ku jetë rasin e malet me piska potri dhe t'krena i kem prej me shtate plak porin e kam. Lartë e jem ojnon, jeli nuk me ngra, kur gjohem nga gjumi, e ty nuk të shoh. Dalin para syve, nana kosovare, tuj prizmit e tyre, me kryen dritare, Shqipnia no